Cikli I parë menstrual në jetën e një vajze, quhet menarke në gjuhën mjekësore, dhe shfaqet në moshë jo fikse, për dallim nga menopauza që pak a shumë është moshë fikse të shumica e grave, mirë po menarke është një dukuri që shfaqet gjithmonë më herët. Pse po ndodh kjo, doktor? Arsyet mund të lidhen edhe me mirëqenien e përgjithshme, me shëndetin, me mirëmbajtjen e shëndetit. Do thot vajzat sot kanë menstruacion moshën 11, 12, 13 vjeç, kurse gjenerata e nënave ose gjysheve të tyre mund të kenë pas në moshën 14, 15, 16 vjeç. Dhe kjo quhet menarke, cikli I parë menstrual. Kjo tregon funksionin e vezorëve që I prodhon hormonet seksuale që quhen, dhe kjo manifestohet me gjakdhjerën menstruale. Është normale që ciklet e para menstruale nuk janë të rregullta. Do thotë ajo vajzë që aktualisht nuk I ka me rregull menstruacionet, e cila mund të jetë 13, 12, 14 vjeç, pa disa viteve do të ketë një stabilizim të ritmit të ciklit menstrual. Përpara se shfaqet gjakdhjera fillojnë ndryshimet në trup. Do thotë fillon shfaqja e qimeve në vende të caktuara të trupit, zhvillimi I gjoksave tek ajo vajzë, ndryshon shfaqen për shkak veprimit hormonal ndjerëse shtuara, një erë ndryshe e trupit për shkak të veprimit hormonal, dhe cikli menstrual është I fundit, por këtu nuk përfundon zhvillimi. Do thotë me vazhdimin me rritjen e moshës, pjekuria plot seksuale konsiderohet që është mosha 21 vjeç. Me fjalë tjera, edhe një vajzë 16-17 vjeç ka cikël të rregullt, edhe një vajzë 18-19 vjeç mund të mbetet shtatësën, edhe më vogël. Por pjekuria plot konsiderohet mosha 21 vjeç.